Afrimi i datës së zgjedhjeve rrit tensionet mes kandidatëve që do të përballen të dielën në balotazh për komunën e Strugës. Këtë herë shkak i përplasjeve ka qenë dalja e veturës së kreut të Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, nga ana e njësitit special të policisë. Pas kësaj ngjarje, Sela ka reaguar menjëherë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e cilësuar ndalimin si një tentim kyçar dhe të kotë. Ai tha se veprimet e tilla nuk do ta friksojnë as atë dhe as qytetarët shqiptar, të cilët i janë rreshtuar krah kandidatit Arsim Dalipi. Vazhdojmë përpara të palehunshëm dhe stoik në misionin ton, keqardhë dhe parataçe shpresojnë se me metoda të tilla mund të kthejnë diçka, tentime të kota e qyqare që vetëm kanë shqetësuar dashamirët. Ju faleminderit nga zemra të gjithëve për solidarizimin dhe mbështetjen. Faleminderit të gjithëve miqve për interesimin, shqetësimin dhe solidarizimin. Krekojse këtij pushteti me njësi speciale, me maska e pa maska, nuk mund të na friksojnë as neve, as struganët e as shqiptarët kudo që janë. Për rastin Sela ka reaguar edhe koalicioni Vlen, nga ku thonë se tentimet për të krijuar situatë në Strugë, ku realisht nuk ka as nuk mund të ketë, janë dëshpëruese, asociojnë me koalicionin që me merit mban emrin Tresha në agoni, Ahmeti, Taravari dhe Sela, nga koalicioni shqiptar që është pjesë e qeverisë. Thonë se çdo përpjekje për ta lidhur koalicionin Vlen apo kandidatin që përkrahin me ndyqyra me çfarëdo tensioni të shtirur është e pavërtet. Pyesin sepse do duhej të krijonte tensione koalicioni apo kandidati që është favorit për të fituar zgjedhjet e 2 nëntorit. Logjika politike është e thjeshtë. Ai që është në dëshpërim tenton të krijojë situata të paqena për të paraqitur veten si viktimë në sy të elektoratit, një strategji që i shkon në favor kandidatit të Ziadin Selës dhe Levicës, Arsim Dalipit. I tërë opinioni publik e di se bashkëpunimi mes AKI-së dhe Levicës është evident, si në Tetov ashtu edhe në Strugë. Ky është rasti i parë i raportuar që nga fillimi i fushatës zgjedhore, ku një siti special ndalon veturën e një politikani, tensionet në Strugë mbeten të larta pasi pritet që kryetari i ri i kësaj komune, të rëndësishme shqiptare, të zgjidhet në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 2 nëntor. Në garë për Strugën janë Arsim Dalipi, i mbështetur nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, dhe me ndyqyra kandidati pavarur, i mbështetur nga koalicioni Vlen.